Zëdje të ndëruar miq, do të flasim për zhvillimet e fundit pas zgjedhjeve të 11 majit e shpalljes së rezultateve. Tirana është kryeqendër e Europës pasi pret samitin e Komunitetit Politik Evropian, ku të gjithë liderët do të vizitojnë vendin tonë, ndërkohë që do të pasohet samiti edhe nga një protestë e Partisë Demokratike drejtuar nga zoti Berisha. Për gjitha zhvillimet do të flasim me gazetarin dhe analistin zoti Martin Leka. Zoti Leka, përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit ju, përshëndetje. Zoti Leka, ju e njihni prej vitesh zoti Berisha, ju zhgënjeu te ky skenari pas zgjedhjeve apo në momentin që tha para zgjedhjeve të ardhmen time e di edhe do të rriqen vetëm nga i lartë? Realisht nuk më zhgënjeu, nëse do të ndodhte ndryshe do isha zhgënjur. E kam thënë edhe herë tjera në panele të ndryshme që këtu e një vit përpara, ashtu siç jam thënë edhe më përpara, nuk do të jap dorëheqje, nuk do të largohet nga Partia Demokratike dhe gjatë gjithë kësaj kohe e kam thënë që ky po kërkon alibit e datës 12 maj, domethënë pas humbjes së zgjedhjeve, sepse në të gjitha sondazhet që nuk janë thjesht sondazhe empirike, në të gjithë frymën, në gjithë shka ai shkaktoi në forcën e vet politike, zanafillat të cilave fillon shumë përpara që kur u shpall në Ngada nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe pasaj me datën 8 janar para 3 vitesh, gjatë luftës për marrjen e selisë së partisë, u tregua që ky nuk mund të bëjë ndryshe sepse ky është, kështu është i përmosur politikisht në 2 periudha të ndryshme, në demokraci dhe në diktaturë dhe nuk mund të ndodhë ndryshe. Pra, përfundimisht nuk më zhgënjeu asfakt. Zoti Leka, po a ka faj zoti Berisha kur në fundit e në mbledhjen që u bë të drejtuesve të qarqeve? Asnjëri nuk ngriti, nuk tha asnjë fjalë. Pra, në momentin që ti e duar troket, çfarë faji ka ai? Sepse ata nuk janë të zgjedhur. Berisha ka pothuajse 50 deputet sot, të gjithë të emëruar. Siç janë të emëruar edhe nga Edi Rama në anën tjetër. Domethënë, edhe Edi Rama dhe Sali Berisha, që në marrëveshjen e famshme të viteve 2008, kanë instaluar dhe perfeksionuar një kod zgjedhor që i bën të jenë kryetar pa opozit brenda tyre. Domethënë, edhe ndryshimet e fundit të kodit zgjedhor treguan që mbyllën listat pikërisht për këtë arsye, për të vendosur besnikët e tyre dhe për të cimentuar autoritarizmin në partitë e tyre. Në fakt, propozimin, siç e kam mësuar vonë, propozimin për të mbyllur listat e ka bërë pikërisht Partia Demokratike dhe vim tek fakti që mbyllja e listave është bërë pikërisht për të cimentuar rolin e liderit, rolin e Sali Berishës në Partinë Demokratike. Imagjinoni, unë e di që mund të ketë ndonjë deputet që mund të ikë nga vathi i Sali Berishës, por kush nuk je ky, sepse ndoshta Bardhi apo Bardhi e ka treguar që shkon sa ndej këtej gjanën, po unë nuk më mendoj Bardhin. Nuk jam në gjendje të them tani sepse mund të ndodhen edhe çuditëra, por realisht shkaku i humbjes fatale të Partisë Demokratike ka vetëm një emër dhe ky quhet Sali Berisha. Dhe në këtë kontekst unë them që duke patur parasysh gjithë pasqyrën e kodit elektoral, gjithë pasqyrën e ardhjes në pushtetin opozitar, domethënë, në krye të Partisë Demokratike të Sali Berishës, kemi të qartë
faktin që Sali Berisha punon dhe ka punuar vetëm për këtë ditë, për të qenë numri 2 në Shqipëri, ose më saktë numri 1 i Partisë Demokratike. Dhe gjithë shka ka ndodhur në Partinë Demokratike, do të thotë që ka vetëm një arsye për të ruajtur pushtetin brenda Partisë Demokratike dhe asgjë më tepër. E ka ditur edhe më përpara Sali Berisha që nuk i fiton zgjedhjet dhe për këtë arsye ka emëruar, ka gjetur të zgjidhje me kodin elektoral dhe ka emëruar deputetët e listës mbyllur për të mos patur oponencë në Partinë Demokratike kur të vi rasti për të dhënë llogari për humbje. Neni Basha i ashtu quajtur kur kryetari i Partisë Demokratike bie automatikisht me humbjen e zgjedhjeve, nuk e përmend më këtë nen as Sali Berisha, as ata të cilët janë deputet sigurt në listat e Partisë Demokratike. Gjatë gjithë këtyre ditëve, kur e kemi të qartë tashme humbjen e Partisë Demokratike, asnjë prej deputetëve të Partisë Demokratike nuk ka arritur të thotë qoftë edhe një fjalë për dorëheqjen e kryetarit të Partisë Demokratike, siç ka statuti. Kështu që në këtë rast alibia është gjetur, të njëjtat arsye, të njëjtat alibi, na votën zgjedhjet, narkoshtetje, tjera që janë të ditura tashmë edhe për publikun. Grupi është i kënaqur bashkë me Berishën nga analiza juaj, po puna është si do të orientohet zemërimi i popullit opozitar në bazë. Çfarë do ndodh në protestën e të premtes? Po në protestën e të premtes nuk ka për të ndodhur asgjë. Protesta e premtes është për nga koha dhe për nga gjithçka lidhur sidomos edhe me summitin që përmendet ju më përpara Europian në Tiranë, është absolutisht një dështim i radhës si gjitha dështimet e Sali Berishës. E para nuk mund të ketë njerëz, sepse nuk do ketë njerëz, po të kishte njerëz se Sali Berisha do të kishte fituar zgjedhjet. E dyta, të prezantohesh në arenën ndërkombëtare, pasi ke humbur zgjedhjet në mënyrë spektakolare, me protesta të këtij lloji, është absolutisht një gur në rrota që i fut vetë ti makinës tënde. Kjo është ajo që mund të them për protestën e Sali Berishës pas 2 ditësh. Për ta mbyllur me PD-n, ku e shikoni fundin e saj? Se fundi s'pas ka fund. I PD-s. I PD-s e Berishës. Dëgjoj, PD-ja duhet të ketë parasysh që në këto zgjedhje Sali Berisha është fituesi i vërtet. As Edi Rama nuk është fituesi i vërtet, po fitues i vërtet është Sali Berisha, i cili mori vulën, mori Partinë Demokratike, është negociator tashmë edhe Edi Rama nuk mund të thotë më që nuk mund të flasë me një nëngarda, por e ka të detyruar negociatën me opozitën kryesore që është Sali Berisha. Nga ana tjetër, demokratët kanë gjithë drejtën e tyre të zhgënjehen për humbjen, sepse po bëjnë 16 vjet në opozitë dhe me këto gjasa do rrinë akoma, dhe demokratët e vërtet duhet të kuptojnë që duhet patjetër të zgjedhin një tjetër alternativë. Fakti që në këto zgjedhje disa parti kanë marrë deputet, sigurisht janë edhe parti që para janë kundër Ramës dhe janë opozitare, dyta shumica prej tyre vinë nga e djatha. Kështu që duhet të punojnë fort, jo vetëm liderët e këtyre partive, po edhe njerëzit e shëndosh të Partisë Demokratike duhet të punojnë për të gjetur një alternativë tjetër. Sali Berisha e ka mision shkatrimin e Partisë Demokratike me këtë sjellje që bën. Mund të gjente rrugë dhe kur ajo të jep të dorëheqjen, nuk e jep, kështu që ajo parti do shkojë
drejt zvenitjes akoma më shumë dhe nuk ka për të ardhur kurrë në pushtet. Zoti Leka, ju bën përshtypje që nga SBA-ja nuk kemi ende asnjë urim për zgjedhjet apo s'ka vajtur akoma lajm për te oqeanit? Për urimi për zgjedhjet? Po, kanë reaguar gjitha kancelaritë e Europës deri tani. Nuk shoh ndonjë problem. Unë shoh faktin që nesër në samitin që do zhvillohet atje, një ndër folësit është edhe Jared Kushner dhe ëndri Donald Trump, dhe unë mendoj që me këto i kam thënë të gjithë. Pra ndikimi, lobimi i Partisë Demokratike nuk mund të arrijë deri këtu, është ndoshta si puna e rezolutave, pavarësisht se nga Partitë Popullore Europiane votua, Merci, Euroi, erdhi në Tiranë, edhe të tjerët. Jo, nuk ka qenë praktike e administratës amerikane të ronte fituesin ende pa u shpall rezultati i zgjedhjeve. Jemi edhe korrekt në këtë aspekt. Bile këtë kod apo protokoll diplomatik e kanë shkelur liderët europian, me qenë se fitoria është e padiskutueshme dhe e thellë, e patjetërsueshme, e kanë thënë pas një raporti paraprak të ODIHR-it, ashtu siç e kanë thënë, pasi ata nesër do të mlidhen në Tiranë dhe do të zhvillojnë takime me. Imagjinoni një rast kur liderët europian do të vinë në Tiranë të bënin mbledhje me Edi Ramën kur ky kishte humbur zgjedhjet, fjala vjen. Do ishte nonsens. Kështu që ata kanë informacionet e sakta, kanë gjithë pritshmëritë që mendoj i dinin më përpara, kështu që në këtë aspekt ata e kanë shkelur këtë lloj protokolli në thonjza, ku vetëm pas certifikimit zyrtar të rezultatit të zgjedhjeve ndodh që vërshojnë këto falënderimet. Por ka raste që trendi dihet, kuptohet dhe tashmë çdo gjë është e qartë dhe e saktë. Edi Rama ka fituar zgjedhjet dhe është i lirë kushdo diplomat apo kryetar qeverie në gjithë botën ta urojë ose jo. Zoti Leka, nuk e ka të vështirë vetëm Berisha për të orientuar zemërimin, por edhe Rama ndoshta për të motivuar në këtë mandat 4. Po padyshim, unë mendoj që Edi Rama sapo të dalë nga kjo narkoza e fitores do të duhet paktën të kuptoj që është një mandat shumë i vështirë. E para ka premtuar një gjë që është vështirë të arrihet, edhe pse ne mund të plotësojmë kushtet dhe për hir të vërtetës Bashkimi Evropian mund të na bëj pjesë të organizmit të vet, vetëm për kushte gjeopolitike. Sa për standarde, unë mendoj që as Bullgaria nuk i ka pas plotësuar, as Rumania nuk i ka pas plotësuar standardet, po ishte gjeopolitika që i vendos. Madje as Greqia, le të futemi thellë, apo edhe Kroacia së fundi. Pra, ne do të futemi në Bashkimin Evropian për shkak të strategjive gjeopolitike. Kemi parasysh luftën Ukrainë-Rusi e tjera, gjithë gjeopolitika e sotme tregon që ne duhet të jemi pjesë. Dhe kur them ne, jo vetëm Shqipëria, po gjithë Ballkani perëndimor duhet të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe kjo mund të jetë një strategji e Bashkimit Evropian. A do të futemi në 2030 apo jo? Kjo mbetet për tu parë, edhe nga humori që kanë aleatët tanë evropian. Nëse është humori i sotëm, ne padyshim do të hyjmë. Nëse ndryshojnë gjërat, atëherë sigurisht ne do të hyjmë. Nëse ne përmbushim kushtet dhe standardet deri në vitin 2027, atëherë Edi Rama ka plotësisht drejt, thotë po unë i plotësova kushtet, klima europiane nuk është e tillë, nuk u pranuam në Bashkimin Evropian për një apo për këtë
arsye gjeopolitike, sepse mund të qohet një shtet të esër të vej vetën dhe të janë rregullat e Bashkimit Evropian së fundmi, por unë shpresoj që për shkak të gjeopolitikës, jo vetëm Shqipëria, por edhe vendet tjera të Bashkimit Evropian, do të Ballkanit Perëndimor, do të bëjnë të mundur të futen në Bashkimin Evropian. Zoti Leka, dhe një pyetje të fundit kam për ta mbyllur, duke e lidhur me këtë mandat në mënyrë direkte apo indirekte, a mendoni që besimi i SPAK-ut nga tani e tutje mund të vinë në rënje? Pra fati atë kurbën rritse, majën, mund të vinë në rënje tani? Nëse kurbën vetë SPAK-u e çon në rënje, atëherë edhe besimi kështu do të vi. Unë mendoj që SPAK ka detyra shumë të rëndësishme, unë mendoj që SPAK duhet të vijojë me këtë synime, unë mendoj që SPAK ndoshta e ka frenuar këtë muajin e fundit atë punën e vetë për shkak edhe të zgjedhjeve, duke qenë një faktor i involvuar në këto zgjedhje, dhe kemi parasysh që SPAK-u ka qenë i pranishëm, dhe një ndër arsyet pse nuk ka patur shumë probleme në këto zgjedhje ka qenë edhe fakti i futjes së SPAK-ut direkt në vëzhgimin dhe trajtimin e këtyre zgjedhjeve, ndërkohë që SPAK duhet të vijojë punën tashmë me eficiencë të plotë, siç ishte përpara kësaj që sapo thash. Pra, nëse SPAK do të vijojë punën, nuk ka pse të ulet pritshmëria. SPAK ka bërë histori edhe me atë sa ka bërë, por SPAK nuk duhet ta frenojë gjithë punën për ndëshkimin e korrupsionit dhe të krimit organizuar, pavarësisht kujt do qoftë ky kryeministër, ish kryeministër, president apo ish president. Zoti Leka, falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit ju.